Seksioni për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Shqiponia dhe Forcën e Posaçme Operacionale në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, finalizoi me sukses operacionin policor të goduar PlayStation, si rezultati veprimeve hetimore dhe operacionale të kryera mbi bazën e informacioneve policore të siguruara në rrugë operative, u bëi mundur zbulimi, identifikimi dhe dokumentimi ligjor i një veprimtarie kriminale në fushën e narkotikëve. Në kuadër të këtij operacioni u arrestua në flagrancë shtetasi DM 20 vjeç banues në Durrës. Nga hetimet dyshohet se ky shtetas në ambientin e një PlayStationi ku ishte i puncuar, shiste në doza lëndë narkotike të llojeve kokain, heroin dhe kanabis. Gjatë kontrollit dhe veprimeve procedurale u sekuestrua në cilësinë e provës materiale një sasi lëndë narkotike e dyshuar kanabis sativa, 69 doza lëndë narkotike të dyshuar kokain, crack dhe 23 doza lëndë narkotike të dyshuar heroin. Materialet procedurale i u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme hetimore dhe procedurale.